Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq. Ja ku po ritakohemi së bashku me mua Tirona Lidin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të bërë një analizë të ngjarjeve që ndodhen ditën e sotme mes Mirit edhe Selin. Do të thënë ngjarje që në fakt janë komentuar shumë nga publiku, janë hedhur hipoteza të ndryshme bazuar në komente që kam lexuar gjatë gjithë ditës dhe dëshiroja që të bëj një përmbledhje të situatës. Tani, natën e mbrëmshme Selina u privilegjua jashtëzakonisht fort nga produksioni, duke i dhënë mundësi momentesh miradije, do me thënë mundësi momentesh që Selina të dëgjoj fjalë të bukura për veten. Le ta themi ishte e mbrojtur. Por unë e di gjithmonë që produksioni ka thika pas shpine, dhe me thënë çfarëdo që do të ndodh, nuk janë banorët aq të privilegjuar sa duket apo sa komentohet. Tani Selin ditën e sotme ishte e sfiduar dhe Selina i çojti këto sfidat në formën se si produksioni ja kërkoi. Ditën e sotme Selinën e kemi parë shumë të afërt me Mirin, një afrimitet i cili erdhi stisur nga produksioni. Tani, unë mendoj që produksioni priti jashtëzakonisht shumë që Selina të afroheshte me Mirin. Por Selina në asnjë mënyrë nuk thyente atë ndjesinë dhe emocionin që ndërtoi me Gimbon brenda asaj shtëpie dhe normalisht që edhe Gimbo jashtë nuk do t'ishte ndjerë mirë të shikonte Selinën në krah të Mirit. Po çfarë ndodh? Duke e ditur që shikueshmëria mund të jetë në rënje, produksioni nëpërmjet lojrave interesante që jep dhe nëpërmjet përzgjedhjeve të çifteve që bën, e përzgjodhi Selinën dhe Mirin çift si në Top Albania Radio, në intervistën që bën me Rogertin, ashtu edhe pranë afër në përgjigjet të cilat u dhan ditën e sotme për 100 ditshin brenda asaj shtëpie. Do me thënë, e pash interesin dhe lojën e produksionit që e kishte me patjetër të afron Selinën dhe Mirin që të rriten klikimet. Unë e mendoj që Miri e priste me shumë dashuri këtë momentin, do me thënë tek fytyra e Mirit, pasi që e thashe më herët, po e them dhe tani, Miri është pak më i lexueshëm në fytyrë. Unë e pash Mirin më të lumtur, e pash Mirin më pozitiv, e pash Mirin më energjik, do me thënë, Miri e shijoi pafund këtë momentin, Miri e jetoi pafund këtë momentin me Selinën, do me thënë mezi e kishte pritur dhe e pash Mirin të përmbushur emocionalisht. Ndërsa Selinën e pash pak në siklet. Tani Selina ka pyetje që i bën vetes së saj. Ajo e di shumë bukur që Gimbo nuk e keq kupton, sepse Selina ka arritur që të njeh partnerin me të cilin ajo ka vendosur që të ndërtoj një marrëdhënie, por do të thënë pyetjet e saj ishin kudo, si do të komentohet kjo gjëja jashtë, çfarë do të flitet në këtë gjë jashtë, si do të shkruhet në këtë gjë jashtë, dhe unë mendoj që produksioni tenton me forcën më të madhe për të bashkuar Selinën dhe Mirin në lojë që më pas më thënë të ngritet Rogerti në këmbë edhe të luftoj Selinën. Unë nuk e shoh që Selina do t'ua realizon këtë dëshirën. Do të thënë Selina thjesht do të përdorën këto mekanizmat që normalisht nuk mund ta kthen sfidën e produksionit sepse është në një lojë në fund të ditës brenda dhe duhet të respektoj ligjet, por në anën tjetër nuk do t'i jep Mirit më shumë avantazhe vetë Selina, vetëm në këtë pikën që ja ka dhënë. Dhe sot unë i pash realisht 3 finalistët brenda një dhome në Top Albania Radio, në dhomën e surprizave, ku flisnin dhe intervistonin njëri tjetrin. Ka pas shumë komente që Selina e tradhtoi Gimbon dhe krijoi afrimitet me Mirin. Nuk e shoh afrimitet, e shoh një diçka të imponuar nga ana e produksionit, që në këtë rast me patjetër Selina duhet ta realizon. Ky është mendimi im kundërdrejt të marrëdhënies tashmë ditën e sotme që Selina ka patur me Mirin.